Kaq ishte, Luizeli kthehet tash për gjestit, kjo deklarati zbulon të gjitha. Çfarë po ndodh mes dyshës? Luizeli po vazhdon të jetë një nga emrat më të diskutuar në mediat e shtypjet roz, pavarësisht se kanë kaluar 2 vite që nga ku ai fitoi edicionin e 2 të Big Brother VIP, ku shpall fitues me mori vëmendje thuajse me çdo postim, ai nuk është ndalur edhe pas 2 vitesh. Ndonë se këto kohë ka qenë shumë i përfolur, artisti shkodran nuk e ka komentuar deri më sot fitimin e gjestit dhe popularitetin e tij, teksa shumë kush e ka krahasuar me atë. Duket se në një mënyrë indirekte ai ka reaguar pas ngjarjes së fundit pas fitimit të gjestit, teksa ka shkruar me një deklaratë indirekte për të gjithë ata që po flasin se gjesti ka bërë Big Brother më të fortë se ai dhe se ka marrë vëmendjen Luizit. Luizi shkruan në Instagramin e tij, nganjëherë përgjigjet më të thella janë ato që si themi kur, teksa mes të tjera shta, ai që kërkon përgjigje në çdo fjalë se kupton fuqinë e heshtjes. Ka thënë ai me ironi, duke treguar se asnjëherë nuk do të bie pre të flas për fitoren e gjestit, pasi ai ka vendin e tij. Ndërka që një lajm i çuditshëm për fansat e Luizit ishte edhe ai Kiara Titos. Kiara është parë në festën e post Big Brother VIP, teksa në festë ishin të gjithë banorët e këtij Big Brotherit përfshirë dhe gjesti, edhe pse u prit shumë që të kishte një takim midis Kiarës dhe gjestit, gjë që nuk ndodhi. Kiara qëndroi vetshmas në shoqërinë e saj, teksa gjesti ishte i mbushur nga komplimentet dhe personazhe që i shkonin për ta uruar. Fansat në anën tjetër kanë vazhduar pas fitimit të gjestit të krahasojnë se cili nga fituesët e Big Brother ka bërë showin më të bukur në këtë lojë, teksa sërish duket se Luizi qëndron ndjeshëm në vend të parë, i ndjekur nga gjesti, Liri dhe në fund Egla.